Mirëmëngjes edhe një herë për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Në këtë nisje të muajit të madhërueshëm të Ramazanit kam të ftuar një zonjë speciale për mua, teologen Ferzet Ndoja. Mirëmëngjes të nderuar, faleminderit që pranove ftesën time. Kënaqësi edhe për mua, faleminderit edhe për ju. Është shumë kënaqësi edhe për ne që ti të jesh e ftuar dhe të na tregosh vlerat që mbart ky muaj i madhërueshëm. Për të gjithë besimtarët fillon një muaj me sakrificë, një muaj durimi, një muaj përkushtimi ndaj të Madhit Zot. Mund na tregosh ti se çfarë mbart në vetvete muaji i Ramazanit? E fillove sakrificë, ne e përdorim muaj i mëshirës, për arsye se në të vjen mëshira Allahut tek besimtarët, se vetë ajeti kuranor, jo helladhina amanu kutiba alaykumus siyam, o ju që keni besuar, ju është bërë me fjalë obligim agjerimi. Vazhdon ajeti, edhe Allahu dën më afro besimtarin edhe më afër rreth mëshirës së tij, rreth shpërblimeve të tij, rreth atyne të mirave që Allahu ja jep vetëm atyne që i dorëzohen, i përkushtohen, edhe sakrifikojnë. Te sakrifica, subhanallah, është diçka që ne në përgjithësi në përditshmërinë tonë thojmë, është agjërueshëm, është pa hangër, është pa pi, ato bë sakrificë të madhe. Po të lexojmë dietat, po të shikojmë njerëzit agjërojnë nga 8 në orën 8 për më përshtat formave të trupit. Po më përshtat shnetit të tyre. Nuk ka sakrifica e madhe tek pjesa e bukës edhe e ushqimit. Sakrificë për mua më e madhe është i largohesh asaj jete që ke duke bërë më përpara, në përditshmërinë tënde që ki kanë vetvetja jote edhe besimtar, por që edhe të ka kap pjesa e dynjallëkut, pjesa e jetës me gjëra që nuk janë për më bërë për besimtarin në përgjithësi. Të përkushtumi është gjithmonë vigjilent. Ai i cili me fjalë has vështirësinë jetën e vet, ka lohatjet e veta. Sakrificë është i largohesh pjesëve në të cilat ti mund të flasësh, por hesht. Sakrificë është të bash edhe me periudhën e kohrave të pushimit tanë. Se nëse ti do me marrë nga ky muaj i madhërueshëm, nëse ti do me marrë nga mëshira e këtij muaji të madhërueshëm, patjetër që do sakrifikosh diçka nga pjesa e jetës tënde. Do të jetë pjesa e gjumit, do të jetë pjesa orareve që ki dalje arktu, ke shetit, takimeve të ndryshme që ki bë, dhe automatikisht ti nuk je ai personi që ki qenë para ditës së sotme, se sot ne i filluam me muajin e Ramazanit. Po më e pa automatikisht nga dita e djeshme që na filluam për me fal taravin, ndryshoi jeta jonë, ndryshoi rutina jonë, ndryshoi mënyra e konceptit të kohës. Ai 24 orë është, por kur është Ramazani nuk është 24. Duken shumë pak. Jo, nga të që në Allah bereqet. Ke bereqet të koha, ke bereqet të leximi i Koranit, ke bereqet në namazet tuaja, ke bereqet në meditimet tuaja, ke bereqet në sofren e iftarit me familjarët tuaj. Pak dëgjojmë që njerëzit ulen gjithmonë në një sofër. Shumë pak. Shumë pak dëgjojmë. Kohët e fundit shumë pak. Shumë pak. Dhe ndryshe ndodh në Ramazan. Ramazan absolutisht. Të mbledh syfyri, të mbledh edhe iftari. Edhe automatikisht aty është edhe bereqeti, aty është edhe mirësia, aty është edhe falja, aty është edhe mirëkuptimi, aty është edhe buzëqeshja dhe hareja. Midis pjesëtarëve të familjes, në një familje, po kur jemi ftuar në për iftare, edhe shumë më tepër se sa kaq. Mbrëm, me sa pa shumë, xhamit ishin plot. Në xhamin e Parrucës ishte shumë e vështirë të gjesh një vend të faleshe. Si të bën të ndihesh kjo pjesë? Momenti i faljes është përjetimi që të shku për mu falë. Faktikisht gjithni, para se marrë Ramazani, 2 muaj që janë parë dhe Ramazanit janë si tip tërheqjeve mendje, bëjo gati se jam të ardhë. Dhe të kam dhënë 2 muaj përpara që ti ta ndjesh atmosferën e Ramazanit. Dhe njeriu fillon edhe përgatitet shpirtnisht, përgatitet moralisht që do me ba, duke reflektuar nga muaji Ramazani që ka kaluar më përpara, përpiqet të ketë përmirësime dhe të ritheksojë ndoshta disa prej tyre që i ka bë por mos me lan prap nga muaji që ka qenë më përpara i Ramazanit. Dhe momenti që jete në xhami është kënaqësia e takimit me besimtarët, se nuk e kemi mundësi të takohemi gjithmonë. Vërtet është namazi i xumas, por ai namazi është obligim për burrat dhe ne gratë nuk e kemi mundësinë shumë për me shku. Atëra vije
jep mundësin të gjithë për me kenë xhami, se nuk është në një orar që mund të pengojnë nga puna, impenjimet të tjera që mund kesh të ndryshme, por që i len stop. Ma vonë kështë e jem prapë, tashi do të shkojnë në xhami. Tashi, aty është knajtësia, jo vetëm i takime musliman që nështë nga viti i kalun si ki pa akoma, por shef nërshimet janë rritë, fëmijët janë më të edukuar, fëmijët janë më të përkushtuar, nanat janë më të vëmendshme dhe më të buta, më të amla, se fëmijët janë më të mëdhenj tash, unë po flas për kujtesën e grave. Edhe është një kësi shumë e madhe se ajo pjesa e xhamatit që jem as imamit, se namazi teravis falet me za, edhe përjetohet jashtëzakonisht leximi i Koranit. Pra aty je ti dhe po zbutesh, po shkrihesh, si i thojnë, në atë ndjesin, unë erdho Allah dhe tash i po bëj vetëm për hatrin tonë. Sa na e zbut zemrën agjerimi? Agjerimi, faktikisht, është si një punë, ta thush, ke parasysh kompjutin dhe me i bëha format? Është fiks. Mund të thotë, është krahasim i thjeshtë, por që ka shumë kuptim brenda. Është momenti që robi reflekton në lëvizjet dhe përditshmërinë e tij, të folurin, qëndrimin, meditimet, mendimet, ato sprovat e ndryshme që ka pas, kur kanë qenë ato cytjet e shejtanit, mra, si kara ezani, si është tirë ezani i akşamit, janë ndryllë shejtanet, dhe tash është gjithçka unë me pa. Moja isha une? Apo ishte që mu nga të smaj shejtani mendimet e mija dhe me nëziti për me ba diçka që nuk do të për me ba. Të momente janë të shi që zemrën ti fillon e merë me të mirë. Fillon për me pa. Pa arsye se Allah e ka përmend zemrën në Koran jashtëzakonisht shumë. Ulehum kulubun la yubsirun, dhe ata kanë zemra që nuk shikojnë, ka zemra që nuk dëgjojnë. Nuk është besimi te pjesa unë e perceptoj, por nuk e ndi me zemër me e ba. Kjo është problemi. A kur të ndi me zemër, fillon e kërkon për me kuptu edhe ma tepër, edhe ma tepër, edhe ma tepër, dhe ajo ka nevojë për pastrim. Dhe pastrimi nuk vjen thjesht unë meditova dhe menova, por punova. Fjala bie, sa du me marrë një ujë që mund t'jeti ndotër, kur të mesh dhe të thedhësh ujë tjetër dhe ujë tjetër, përdor dhe ndoshta diçka tjetër për me pastru, fund kreta ju bëhet edhe ujë i pishëm, si liçeni i Shkodrës. Të moqmit tonë, thonë që në atë liçen a shpi ujë ti. Tash në ditë të sotme që nuk është vu shumë dorënte, nuk mund ta thojmë atë fjalë. Por zemra besimtar në këtë muaj fillon edhe pastrohet dhe bëhet një pastër aq e pastër si kristali, që tha, shikon çdo veprimtin që ka bërë në Ramazan reflektohet edhe në fytyrën e tij, reflektohet edhe në fjalët e tij, reflektohet edhe në sytë e tij nga pastrimi i zemrës që ka bërë në këtë muaj të bekuar. Sa rëndësishëm është leximi i Kuranit në këtë muaj? Tash më ke pyet diçka që unë e kam jashtëzakonisht për zemër si individ. Unë si teologe, normalisht ne kemi shumë çështje, tema, diskutime, meditime, reflektime të japim, studime të ndryshme të bëjmë. Unë mi të gjithave gjithmonë Kuranin. Për arsye se çdo shkronjë e tija me përshtypjen mu si individ, më bën si me ke një insan tjetër, një njeri tjetër. Dhe Ramazani është Koran. Po të hidhemi me pa jetën e profetit a.s. do gjenë që profeti me Gjebrailin a.s. e kanë lezu bashkarisht Koranin. Dhe do gjenë që edhe pasus djetarët mrapa, si Ebu Hanifja, si Imam Shafiu, Imam Malikiu, janë përkushtu jashtëzakonisht Koranit, në atë formë, sa kur kuptojmë që të lexohet një libër nga kapërtina në kapërtinë, duke u kthyer që ose e ke lexuar një fjalë gabim, ose një shkronjë gabim, ose një, si thujmë në shkodrane, presje, por nuk është ka të bëjë, na kemi diçka tjetër në të gjuhës arabe që kam rënë, rikthehesh, dhe ti, ndoshta këtë e bën për 2-3 ditë, komplet leximin e këtij librit, dikush e bën një hatme në sabah, dikush bën një hatme në akşam. Dikush e ka llogari që unë të kem, unë kam pas, unë e përmendi, dhe Shkodra jonë ka njështë të përkushtum në i Koranit, një vajzë,
17 vjeçare, para disa viteve ka qenë në shkollën ku unë jap mësim me Drezën e Shkodrës, 9 hat me Koranit. Njerëz që punojnë janë arab folës, është tjetër gjë. Po njerëz që nuk e kanë të gjuhët të tyre, është për kushtim. Dhe subhanallah, gjem që Korani është jeta. Vërtet, në të ka raste nuk kuptohet. Allahu të bën përmendni shijen e tij. Vetëm shikimi në Koran është adhurim. Pa lexu. Vetëm shikimi. Ta shikosh tek Allahu që të adhurim. Po momentin që i të e lexu, po momentin që i të e përjetu, po momentin kur e kuptove. Gjaja më mrekullueshme të Korani është të lexohet dhe ta dish ta përkthesh. E jo me gjuhë, por në vepra. Aja është kënaqësia më e madhe nga Korani. Në momentin që ti besimtari ja përkushtu Koranit, len nga pjesa jetës së vet, let nga kënaqësia e jetës së vet, len nga pjesë të rahatisë të ndryshme që ka në jetën e vet, absolutisht do të shpërblehet. Për këtë më të voglen. Për më të voglen. Korani ka mirësi, mënyrën vetëm se si e marrën Koranin. Pra ti e marrë me kujdes, me edukat, dhe për këtë shpërblehesh. Pra çdo gjë veprim që robi besimtari ja jep Koranit me një, automatikisht i ka shpërblimet e Allahu xhaleshanuhu. Pra në muajin e Ramazanit, unë jaf gra, po flas gjithmonë për se unë me sektorin e grave merrem, përpiqen dhe mosha të mëdha dhe mosha të vogla. Kur them një 70 vjeçare, 72 vjeçare, në muajin gusht filloi të mësoj të shkronjë dhe tani arrin për me lexu Koran, nuk është gjë e vogël. Është në 72 vjeçare. Të thush vajzat e vogla janë fut për me mësu Koranin përmendsh në hifz, ajo mund të jetë 10 vjeçare, 11 vjeçare, absolutisht kjo nuk është diçka e vogël, edhe kjo është diçka shumë e madhe. Kjo do të thotë që ne jemi duke kuptuar vlerën që ka Korani. Jashtë muajit të Ramazanit, tash nuk më merr se duhet me fol më tepër për muajin e Ramazanit, e ka vetë mrella. E ka vetë. Sa e rëndësishëm është për ne që të kemi të marrim pra të bëjmë namaz. Namazi është një nga shtyllat e Islamit dhe sa e rëndësishëm është ky namaz gjatë muajit të Ramazanit. Namazi është pjesë dërzimit. Aja është dua, lutje. Po është dërzim. Je i detyrueshëm për me përshiju namazin tënd, çdo pjesë që të ka ndodhur, ki kanë punë, ki kanë u marrë me pjesën e familjes, me shtru një tavolinë, me hangër, me të tana. Kur vjen namaz, s'ka më. Në qësi ti do me shiju, ati që ka namaz e mrena. Jo tjetë një pjesë lëvizje fizike të namazit, po përjetim shpirtrar. Namazi është antistres. Namazi është, ndoshta ki qenë pak minuta ma përpara të ka ndodhur diçka shumë madhore, momentin që hi namaz, automatikisht ti do të harrosh. Për arsye se do me përjetu atë që ka mbrenda namazit. Kjo është për aty në pjesëve që namazin nuk falet, për arsye se thjesht është një obligim. Namazi falet se unë kam nevojë për me e fal namazin. Allahu nuk ka nevojë për namazet tona. Sa ka njerëz që nuk falen? Shumë. Sa ka njerëz që falen? Shumë prap. Por Allahu nuk ka nevojë për namazet. Kam unë nevojë për atë namaz. Kam nevojë unë për këtë namaz që unë të përfitoj prej tij në moralin tim, në sjelljen time, të përfitoj prej tij në etikën time, në edukatën time, në respektimin që kam me njerëzit që komunikoj dhe punoj me pjesë të familjes time. Automatikisht që namazi, momentin që shijohet, momentin që e ki fal namazit dhe e ki shiju, ti nuk i personi që hi në namaz, i bën një person tjetër. Po të shkojmë ti, unë thëmë gjithmonë që personi që merret me adhurimet, përkushtime, si që duhet, si me namazin i jashtë Ramazanit, dhe në Ramazan i shtojmë namazet tona, personi e reflekton ajnë vetë vetën e tij e dallon që është ndryshe, por edhe nga pjesëtarët e tjerë dallon që është tjetër. Ne shtojmë namazet tona jo vetëm të taravis. Pra, ne nuk shtojmë në Ramazan vetëm namazet e taravis. Këtu fillojnë besimtarët duke kap edhe kohën nga që syfyri
Profeti thëtë, hani syfyr se ka bereqet në të. Dhe unë njëva sot në mëngjes diçka të tillë që ai që qohet për me hangër syfyrin, për një hadith të profetit a.s. që thotë ai që hanë syfyrin, vjen Allahu dhe me lajket salavate për me te. Dhe kjo më pëlqej është maset, se nuk peska t'jesh një bereqet, se fjallin e bereqet të përkufizojmë bereqet shnejdit, edhe ndoshta bereqet... Të mira materiale. Jo, bereqet kohet. Edhe ko. Për arsye se kur qohesh herët, koha është ma madhe. Je ma i fort, je ma i freskët, nuk i quhet dëmbel, se një qohemi orët e tjera, 7-8, por nuk ka shkur se të qohesh në 4 të mëngjesit. Dhe këtu falet një namaz tjetër. Dhe në atë namaz që falet dhe shumica e besimtarve nuk e jalajnë vetes për me ikë namaz, se Allah ka thënë fal të namazit të haxhutit, që është pjesa, Allah ul mëshirën e vet në qiellin e fundit. Dhe i thot me lajkëve, shihni çfarë dhan robi jam. Dhe ti nuk e lën me ti mundësi. Ndoshta gjatë periudhave të tjera jashtë Ramazanit, edhe ti ik se qohesh më vonë, oraret janë të punës tuaja ndryshe, ama brenda Ramazanit ti përpiqesh që unë jam çup, se mos ta fal edhe këtë namaz, po pse s'ta bëj një dua më tepër me kryen sejdë, po pse mos ti kërkoj Allah, Allah më thot ta dën, unë ti them ço, të shih. Edhe e kupton robi që namazet nuk janë të. Shtohet namazi duhas. Këto ka diçka tjetër. Kur shkon e xhamia dhe falesh me xhamat, ke fal namazin e tahajjudit, fal namazin e duhas, shpërblimi është sa një umre. Pra ne jemi gjithmonë në atë pjesën, ka oferta, ti marrim mos i lëm të ikun, ma ky muj i bekum në të cilën e pat me fatin për me himrana, për me përjetu. Kam dëgjuar shumë njerëz që thonë që agjerojnë, por nuk falin namaz. Po. Si është i lidhur agjërimi me namazin? Po tash janë disa njerëz nuk janë ndërzu totalisht. E ndjejnë veten që duhet me bë prej adhurimeve, se agjerimi adhurim është, por nuk arrit për me shku të shkalla tjetër, që është edhe namazi. Ndoshta, ky agjerim mund të bajnë zbutjen e zemrës të tyre, atë pjesën që i folmet e zemra. Ndoshta, ky agjerim e bën më të pjekur se sa edhe vitin tjetër ndoshta e ka agjeruar dhe nuk është fal. Ndoshta, ky agjerim e bëhet nërmjetësues i faljeve të tija, jo të pjesa jetës e tjetër, ajo po që po, por këtu, të ajo që ajo akoma nuk e gjen vetin për me marë, me përqafu pjesën namazit. Në të tilla raste, absolutisht, ne nuk mund të thojmë që tash nuk agjerohet nga që nuk falet. Ajo pjesë në vedi, llogaridhëniet, kjo është pjesë tjetër, absolutisht. Absolutisht. Por ne lutemi, atë që i kemi të mirë për veten tonë, ta kenë dhe të tjerët. Lutemi që edhe aty në Allah me jazbut zemrën dhe ta kenë kënaqësinë e namazit, absolutisht pse jo. Mund të përmendim disa nga gjërat që e cënojnë agjërimin që e prishin atë? Po, kemi gjërat e cilat prishin agjërimit. Që kur flasim fillim krejt është pjesa e ngrënjes edhe e pirjes, kur bahen me vedije. Momentin që është pa vedije, të baft mirë ki pas kresku nga Allahu, një piku në qëse i ki pia, apo një kashat, diçka që ki marë, edhe e ki hangër. Janë gjërat e cilat muslimanët i kanë fiksuar tash në ditë të tyne, se u banë vite që ne agjerojmë që kur ka hyrë mi fjaliria e besimit, agjerimi është praktikuar nga shkodranet, nga shqiptarët, edhe se nuk e kanë ditë namazin për me e falë. Namazin e kanë mësu ndoshta ma vonë, nërsa agjerimin e kanë ba të pare. Edhe pjesë që prishin agjerimin janë, unë kisha thënë, nuk është se e prish agjerimin, por nuk më shpërblimin. Në qovë se në vrikosesh. Profeti thëtë në qovë se dikush ka ardhë për me debatu me ty, kur përmena atë pjesën e formatit të kompjuterit, edhe ti në qovë se ki, thu, për të mos du me nëzërë një material nga e kompjuter, thëtë, hajde, po nësë t'jep gjahë. Ajo është në format. është në format. Edhe besimtari është i tjilë. Nuk mund të debatojnë. Se e din se nuk ato mama së nëjse vape. Automatikisht, unë jam një nushëm si që ka porosit profeti a.s. Unë kisha thanë, as kërkush nuk merë me shku me hangre dhe me pi. As kërkush nuk merë për me ba diqka që është në prishet e agjerimit. Por një duhet për më rujt ajo që është e padukshme, në pamje të parë, dhe ti nuk e kontrolon vetin, i to e ba. Atë kisha porosit gjithmonë të ruhemi, gënjeshtrës. Gënjeshtra është një gjanat më të papëlqyra në fejnë tonë. Ka shumë pjesë
gjunaheve, gabimeve që bëhen, se gjuna është më e se sa fjala gabim, por rrena, gënjeshtra, është nër madharet. Allah nuk i dënë absolutisht ata që gënjejnë. Sa ai që gënjejnë mashtron, ai që gënjejnë shpif, ai që gënjejnë, i ka të në të zezët shkodranqe. Dhe nëse personin nuk edukan vedin në këtë pjesë, ai përfundon atë që ka thënë pejgamberi alayhis salam, Allah nuk ka nevojë me lanë as agjërimin, nuk ka nevojë për me lanë as bukën, as ujin nga përditshmëria jote, për të lesh edhe sjelljen përveç këtyre dyjave, që të bashkohet të sevapi që do për me marrë tek Allahu xhaleshanuhu. Po pjesa thashë themeve. Në vendin tonë nuk kemi lejuar edhe jashtë Ramazanit. Tash theme nuk janë lejuar as në Ramazan, as jashtë Ramazanit. Po pra e ulin sevapin që ne marrim gjatë agjërimit? Patjetër që thashë themet janë të ndaluara. Absolutisht. Personi kena qefë më në marrë kush në përthashtë të themen absolutisht jo. Profeti thet nuk ka besu kush prej është dhe që i dojmë për vlanë e vetë e që i dojmë për vetën e vetë. Për dirë sa ne nuk kemi dëshirë me në marrë kush në përgojë e bathashtë të themen për ne, atër automatikisht pjesa besimit e jona duhet me kenë vigilente, po prit pak, unë s'deshë, pësë t'ja baj. Edhe në qose unë ja baj, ai person nuk e din, po unë po marrë pjesë e mija gjunahit. Stop lene, vazhdo pjesën tonë, që ta dish se ku da me kenë me kryusin tonë, dhe jo t'i jesh prej aty në, mas ma ka pru, do t'a them, si i thoi. Po ja, personi duhet me kenë vigilent atë që kërkan prej kryusit e vetë. Unë du se vape, atëhera puno që ti mërsh. Ne punojmë që të shpërblehemi me rrogat tona që marrim, po njëtën kohë ne jemi të ndershëm, ne jemi korrekt, ne jemi të sinqert. Por nuk është thjesht që unë punoj dhe marrë një rrogë. Besimtari tregon komplet moralin e tij në punën e tij. Edhe tek besimi, absolutisht do ta tregojnë të njëjtën gjë me krijuesin e vet shumë anal se sa një punëmarrës. Po pjesa e duave. Duat të kalojmë pak tek duat ose lutjet. Duat, subhanallah, brenda Kuranit ka dua shumë që besimtari nuk i thet. Jo se nuk dam për me thonë, nuk din me thonë. I harran për me thonë. Në momentin që besimtari lexon Kur'an, Allah i përgjigj në çdo lutje që ka mbrëmë. Që vetë ndoshta mas namazeve të tija, gjatë agjërimit të tij, se doja e agjëruesit është e pranueshme, nuk i ka shku mendja për me e thonë. Edhe kujtoj, unë kur e kam pas mundësinë për me kenë në hax, unë ja vesha detyrë vetes, patjetër të kem një hat me Kur'anit. Dhe gratë që kisha lidhje me ta me pyetjen, po duaja. Pse nuk i doa ma shumë se sa? Të them të drejtën, doat i kam thash në tawaf, doat i kam të pjesa, vendeve të ndryshme të ritualit të haxhit. Ama Kurani i thash ka disa dua që Allahun përveç se e lexon dhe t'i plotson. Dhe ne automatikisht e përdora disa herë. Ne përveç se kemi pjesën e leximit të Kuranit, marrim edhe dorëzojmë në duat tona, jo vetëm nevoja që kemi për veten tonë. Personale, familjare, të dashamirëve, të prindve, të njerëzve që i kemi në këtë jetë, të njerëzve që janë larguar prej kësaj jete. Por ne shtojmë në duat tona dhe të njerëzve të cilët ndoshta ka pak kohë që si kanë pa, ose më kujtu në një atë moment të bë doan, dhe Meliku thet amin edhe për ty. Dhe ndoshta jam të u lut për te, me një mesazh që më ka dërgu, me një orim që më ka dërgu gjithashtu, edhe unë lutem për te dhe Meliku thet për ty amin. Dhe ti nuk i kem të u lut për vetin ndoshta për atë dua që bane për te. Duaja brenda agjërimit, përveç kohëve të tjera jashtë kohëve që jashtë i agjërueshëm, duat janë të pranuara. Dhe ne jemi shumë të kujdesshëm në të folërin tonë që mos bëjmë të kundërtën e saj. Momenti që janë duat edhe më të pranuara është pjesa para iftarit. Ne si gjini femrore, guzhinën e kena më shumë në përdorë se sa pjesa tjetër. Pjesën më të madhe. Kjo nuk do të thotë se ne na privon për me dashme me bë dua. Ashtu duke punu, e përmendim duan. Ashtu duke e shtru tavolinën, e kemi duan.
ashtu duke servir dhe të bërë momentin e fundit në është që po mushen gotat me ujë, ose me një horm, ose ujë zemzem, se të shqyqyr po e kemi mundësin për me pi, nana ashtu bërë doa. Dhe nuk e kuptan kërkosh, sa është ajo dhe kërjusi vetë. Në momentet e faljeve të namazit, gratë dhe besimtarët, gjithashtu burra, i shtojnë doat e tyne me kryensishde. Parashtu se namazit janë ma tepër. Dhe dona po nuk dona, doat janë shumë ma tepër se sa pjesa. Dhe unë shumë flasë, mos e paksoni doan. Nuk mërzitet Allahu duke një gjuhë zanin ton, vetëm kur ta lajmë ne atë. Se e tha me një herë, 2 herë, prap nuk mërzitet Allah, si herë me kryisën e vetë, aja kryusi. E dashur të falenderoj shumë. Faleminderit edhe ju. Ishte një kënaqësi shumë e madhe që të kisha sot në studio dhe do t'jetë gjithmonë kënaqësi për biseda dhe intervista kaq të këndshme. Faleminderit për jush. Shpresoj për të gjithë besimtarët që të kenë agjerim të lehtë, shpresoj që në familjet e tyre të kenë harmoni, gëzim, bashkim, unitet brenda familjes, se kur kemi familje të shëndoshta, kemi edhe shoqëri të shëndoshta. Të falenderoj shumë e dashur dhe për këtë urim kaq të bukur. Faleminderit dhe të gjithëve ju që na keni ndjekur deri në këto momente. Takimi radhës në Info Plus së bashku nesër.